Policia e Tiranës ka goditur një tjetër rast të furnizimit dhe shpërndarjes së lëndëve narkotike të forta në kryeqytet, duke sekuestruar 811 gram kokainë ndërsa është arrestuar poseduesi i saj. Bëhet fjalë për fazën e dytë të operacionit policor të koduar zonat, i zhvilluar nga seksioni për hetimin e narkotikëve pranë komisariatit nr. 4. Në kuadër të këtij operacioni është vënë pranë shtetas i Ferdinand Balla, 51 vjeç. Sipas pamjeve të publikuara nga policia, 51 vjeçari shfaqet duke marrë një çantë nga një automjet dhe duke vendosur atë në një karrocë fëmijësh. Më pas ai është futur në ambientet e breshme të një lokali në zonën e Freskut, ku ndërhyjnë forcat e policisë dhe arrestojnë. Gjatë kontrollit të çantës, uniformat blu gjetën një pako me lëndë narkotike kokainë me peshë totale 811 gram. Operacioni u realizua mbi bazë të informacioneve të siguruara në rrugë operative. Sipas autoriteteve, nga hetimet paraprake dyshohet se ky shtetas do të furnizonte me këtë sasi lëndë narkotike persona të tjerë me qëllim shpërndarjen e saj në doza të vogla në zona të ndryshme të kryeqytetit. Ndërkohë faza e parë e operacionit zonat u finalizua një ditë më parë, ku sekuestruan mbi 200 gram kokainë dhe u arrestua shtetasi Ksajnel Saka, 37 vjeç. Edhe ai dyshohet se furnizonte persona të tjerë me lëndë narkotike, të cilat më pas shpërndaheshin në doza të vogla në zona të ndryshme të Tiranës.